Shqipërisë. Ishte liberal apo ishte i majt? Ishte më shumë si Po, e majta është tjetër gjë, po them liberal në kuptimin jo dogmatik, ja, nuk ishte Jo, po në dogmatik. aspektin e bindjeve politike, çfarë ke konstatuar Ilir? Më shumë që ishte anonte nga e majt apo konservatorë? Po, sigurisht që ishte i majt. Noli sigurisht që ishte i majt, ai kishte simpati për Bashkimin Sovjetik. Ashtu si që edhe shumë intelektual të tjerë, në Evropë kishte disa intelektual të njohur që kishin simpati për Bashkimin Sovjetik. Edhe një nga argumentet ishte që shiko, kapitalizmi është zhytur në një kaos të madh. Kush do na shpëtoj? Atëherë, ndoshta kjo ekonomia e planifikuar sovjetike mund të jetë çelësi i suksesit, mund ta shpëtoj zgjidhja. Edhe E vërtet fakto është, po te libri flisni edhe për ikjen e Nolit nga Shqipëria dhe para se të vinte në SBA. Çfarë ndodhi me të në gjatë kohës që qëndroi në Gjermani, mos gabohem, apo në Austri? Po Noli në fillim qëndroi në Austri, pastaj shkoi në Berlin. Në Berlin ndëjti rreth një vit, po ky ishte një vit shumë produktiv, sepse aty ai ka bërë shqiprimet kryesore të jetës së tij, që ishte Hamleti, përfundoi Macbethin, Julius Cesarin, shkroi disa vepra të disa zonja Ingra e Ostrotit, përfundoi Rubajirat, në fillim nxori një Rubajatet të Omar Khayyamit, një libër në 1926 me 101 strofa. Pastaj vendosi ta përmirësoj atë, shkoi në Paris, mblodhi material, e përfundoi, e quajti Rubajirat, që doli në vitin 1927. Pra ka qenë një periudhë shumë intensive në kuptimin e krijimtarisë të shqiprimeve. Dhe pasi iku nga Berlini, se gjermanët nuk i nxorën më leje, ai shkoi në Vjenë përsëri, dhe aty pastaj filloi të merren në mënyrë aktive me veprimtari bolsheviste. Derisa sovjetikët e ftuan në Moskë në vitin 1927 dhe ai nuk i rezistoi dot këtij tundimi, megjithëse i bëri një dëm shumë të madh vetes dhe shkoi në Moskë ku mori pjesë në kongresin e miqve të Bashkimit Sovjetik në nëntor të 1927.